Në ditën e dytë të dëshmisë në Hag, generali suprem i NATO-s gjatë luftës në Kosovë Wesley Clark ka shpjeguar rrethonat politike dhe ushtarake të asaj periudhe. Pyetjet e prokurorit u përqendruan tek deklaratat publike të Hashim Thaqit dhe situatën në luginën e Preshevës. Prokurori rikujtoi një takim të kohës duke cituar generalin gjerman Reinhard, i cili ishte zemëruar me deklaratat e Thaqit për gjenocidin dhe për shkrimin e refugjatëve që sipas tij kishin kaluar malet në këmbë. Reinhard kishte thënë se Thaqi nuk ishte distancuar nga UQPMB-ja dhe kishte dhënë deklarata të rreme e propagandistike duke shtuar se donte të ballafaqohej me të. Edhe në deklarimin e sotëm, Clark i mbetet besnik deklaratave të mëparshme, së dhunës në verën dhe vjeshtën e vitit 99 në Kosovë, e shihte si një konflikt shumë personal mes fqinive, për cilin udhëheqësit e UÇK-s nuk kishin përgjegjësi. I pyetur për një deklaratë në gazetën Shekullit vitit 99, ku kishte thënë se nuk kishte prova se UÇK-ja ka kryer spastrim etnik dhe serbëve, e po ashtu Clark tha se nuk ka prova e as dëshmi se UÇK-ja ishte prapa kësaj, por ka indikacione që dëshmojnë të kundërtën.